Politika shqiptare uron 7 marsin ose ditën e mësuesit, e cila sjell në vëmendje rolin e tyre thelbësor në edukimin e brezave të rinj, formimin e tyre si dhe njëkohësisht mirënjohjen për kontributin që sjellin në shoqëri. Kryeministri Edi Rama priti në kryeministri disa familje nga Manastiri, duke e lidhur këtë moment edhe me një ngjarje të rëndësishme historike. Mirëmëngjesi dhe me energjinë e fëmijëve nga Manastiri, që na kujtojnë se sa fort është lidhja përmes gjuhës, ju uroj gëzuar 7 marsin dhe fundjavë të mbar. Ky 7 mars e gjen në Mirela Kumbaro në krye të Ministrisë së Arsimit, duke simbolizuar një moment të veçantë për të, ndërsa thekson se fatmirësisht ka rritje të pagave të tyre dhe zgjidhje ligjore për ngërçet e mëparshme. Kumbaro solli në vëmendje dhe sfidat me të cilat haset mësuesia sot. Ndërkohë kryetari i Kuvendit, Niko Peleshi, përcolli një reflektim të pedagoges së Departamentit të Letërsisë në Fakultetin e Historisë dhe Filologjisë, Belfiore Qose, mbi rolin dhe përkushtimin e mësimdhënies në shoqëri. Po ashtu edhe Ministrja e Shëndetësisë Evis Sala ua ka dedikuar urimin e saj në këtë 7 mars mjekëve pedagog. Rreth 30.000 arsimtar në të gjithë Shqipërinë festojnë 7 marsin, ditën e mësuesit. Ne jemi goxha të përfshirë